Amerika dhe Irani po bëjnë luftë për kontrollin e ngushticës së Hormuzit. Ministri i jashtëm i Teheranit paralajmëron Washingtonin se po zhytet në një moçal pasi presidenti Donald Trump tha se ushtria e tij kishte qelluar 7 anije të shpejta iraniane. Ngjarjet në Hormuz e bëjnë të qartë se nuk ka zgjidhje ushtarake për një krizë politike, shkroi Abbas Araghchi. Ndërsa bisedimet po përparojnë me përpjekjet bujare të Pakistanit, SBA-t duhet të jenë të kujdesshme që të mos zhyten përsëri në moçal nga dashamirësit e luftës. Kështu duhet të bëjnë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Projekti i lirisë është projekt i vdekur. Projekti i lirisë i Donald Trump, i cili filloi të hënën, synon që të përdorë ushtrinë amerikane për të udhëhequr anije të bllokuara të mallrave jashtë rrugës kryesore ujore. Por Irani këmbgulse kontrollon ngushticën dhe të hënën qelloi raketa dhe dron drejt anijeve ushtarake dhe tregtare sipas SBA-s. Korea e Jugut dhe Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan dëmën e anijet tregtare, ndërsa një sulm iranian i raportuar shkaktoi një zjarr në një depo nafte të Emirateve të Bashkuara Arabe. Presidenti amerikan kundërshtoi publikisht sondazhet. Ata bën një sondazh mbi luftën me Iranin dhe thanë se vetëm 32% e njerëzve e pëlqejnë. Mua nuk më pëlqen as pak lufta, por ne jemi të pajisur më mirë dhe kemi ushtrinë më të fortë në botë. E pa çfarë ndodhi me Venezuelën, e pa çfarë ndodhi me gjithçka, por ata thanë se 32% e njerëzve janë kundër presidentit Trump. Por më shpjegoni pak. A është më mirë që Irani të ketë një armë bërthamore? Nuk do të ishte 32%, por edhe nëse do ta thoshin këtë, do të kishte një 32% sepse sondazhet janë të rreme. Ne dim shumë mirë se ruajtja e status quo-s është e patolerueshme për Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që ne ende nuk kemi filluar, tha kryetari i parlamentit iranian, Mohammed Bagher Ghalibaf, duke u referuar konfliktit midis Iranit dhe SBA-ve në ngushticën e Hormuzit. Skenari i ri në ngushticën e Hormuzit po merr formë, shtoi Ghalibaf në një mesazh të publikuar sot në X. Por jo të gjithë janë të kënaqur në Teheran lidhur me veprimet e ushtrisë. Presidenti iranian Masud Pezeshkian është jashtëzakonisht i irrituar nga veprimet e Ahmad Vahidi, komandant i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, duke konsideruar sulmet me raketa dhe dron kundër Emirateve të Bashkuara Arabe si veprime të papërgjegjshme, të kryera pa informuar qeverinë dhe pa koordinim. Kjo sipas Iran International, që citon burime ekskluzive. Kreu i shtetit të Iranit e quan qasjen e Pasdaran një çmenduri.